Të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, sot në emisionin tonë Argument do të trajtojmë disa çështje që lidhen me migracionin, me ndryshimet e fundit në direktivat e administratës Trump mbi emigracionin, në këtë rast mbi emigracionin e lishëm. Ka shumë bashkëdhetarë të cilët janë interesuar për situatën e tyre vetjake, për mënyrën se si duhet veprojnë. Ne kemi ftuar sot drejt për drejt nga New Yorku avokatin e mirënjohur Arsan Metuku, me cilin do të diskutojmë pikërisht këto probleme. Mirë se erdhët, Arsan. Mirë se ju gjeta dhe faleminderit televizionit Alp TV USA dhe juve gjithashtu për informimin që i bëni komunitetit dhe si messenger të fjalës lirë. Faleminderit. Faleminderit. Atëre, zoti Arsan, ka pasur disa ndryshime drastike, më duket më shumë në zbatimin e rregullave ekzistues se sa në rregulla të reja për problemin e migracionit dhe migracionit lishëm, pastaj do flasim dhe për atë të palishëm. Si qëndron situata, çfarë ndryshimesh janë bërë dhe çfarë duhet të kenë parasysh emigrantët në këtë mes? Atëherë, zoti Floqi, kemi një ndryshim të politikave nga një politikë dyerve të hapura për emigracionin në një politikë America First, Amerika e para. Dhe emigracioni është në qendër të zhvillimeve politike. Vetë natyra e ligjit të emigracionit është dinamike. Dhe kjo administrat ka filluar me të gjitha elementet e zbatimit të ligjit në të gjitha fushat që i përket emigracionit. Duke filluar nga fusha e bashkimeve familjare, pra përfitimeve të ligjshme që përfitojnë të afërmit e amerikanëve dhe qytetarëve të përhershëm ose atyre që quhen me kartë jeshile të përhershme, kemi të bëjmë me punësimin, pra me sistemin e punësimit, tu kemi të bëjmë me vizat H1B, që është vendosur tarifa $100,000 për të gjithë ata që duhet të sponsorizojnë me viza. Gjithashtu kemi një zbatim më rigoroz në lidhje me hyrjet dhe daljet e vizave të studentëve dhe vizave jo emigruese. Gjithashtu kemi të bëjmë edhe me verifikimin ose atë që quhet extreme vetting të marrjes së green cardave dhe të mbajtjes së kushteve të green cardës, të shtetësisë gjithashtu. Pa përmendur aspektet e ligjit humanitar që përfshin refugjatët dhe azil kërkuesit. Nga shifra 150.000 mbas konventës ndërkombëtare që Shtetet e Bashkuara pranonin në vit refugjat, tashmë kjo shifër është reduktuar dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës pranojnë vetëm 7.500 refugjat në vit nga shifra 150.000. Ndërkohë, mund të vazhdoj me një gamë të gjërë, pra ka prekur zbatimi i ligjit në vetvete nga administrata e re Trump dhe ndryshimi i politikës Amerika e para, America First, pra për sigurin, për të verifikuar sigurin e emigrantëve. Nëse emigrantët përbëjnë kërcënim për sigurin kombëtare, kërcënim për pronën publike, kërcënim për jetën e njerëzve dhe amerikanëve. Dhe mund të flasim tash të qellojmë se cilën prej tyre dhe sipas pyetjeve që jeni të interesuar ju apo teleshikuesit. Patjetër, ne do kemi një sëri pyetjes. Zoti Arsan, si mendoni ju, këto janë ligje të reja apo janë zbatim rigoroz i legjishmërisë ekzistuese nga administrata Trump? Atëherë, këto nuk ka ligje të reja, se ligjet i kalon Kongres dhe Senati Amerikan dhe miratohen. Ka disa direktiva nga presidenti i Shteteve të Bashkuara, pra ose që ndryshe quhen urdhra ekzekutiv. Dhe në funksion të urdhrave ekzekutiv ka rregullore që dalin nga agjencitë ligjzbatuese, siç është Departamenti i Sigurisë Kombëtare, Agjencia për Shërbimin dhe Shtetësinë dhe Emigracionin apo Departamenti i Drejtësisë. Në bazë në funksion të këtyre direktivave që pa u kundërshtuar në gjykatë ose pa u atakuar në gjykatë dhe shfuqizuar nga gjykata kanë fuqinë e ligjit, pra janë direktivat e presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Në funksion të këtyre agjencive ligjzbatuese
kanë zgjerë udhëzime dhe janë në proces të udhëzimeve dhe ndjekin rrugën e publikimit në regjistrin federal të komenteve të publikut që mund të kenë për këto deri pastaj, pra nuk kemi të bëjmë në vetvete me ndryshimet të ligjeve, po kemi të bëjmë me nxjerrje rregullore në zbatimin e përpikt të ligjeve ekzistuese. Tani, një nga çështjet që mund ta diskutojmë dhe do ta diskutojmë është situata me personat të cilat mbajnë green card dhe si duhet veprojnë ata për të qenë brenda ligjit. Nga ana tjetër do trajtojmë dhe problemet e bashkimeve familjare, se kjo e vështirëson bashkimin familjar me kërkesën që thatë ju që sponsori të ketë deri $100,000 që si kanë të gjithë shqiptarët. Që të për një korektim, do të thënë $100,000 bëhet fjalë për ato subjekte të cilat janë në fushën e punësimit, ata që kërkojnë të punësojnë në fushën HNB dhe jo për familjarët. Por ato e përmenda si njohuri që ndoshta ka shqiptar të cilët janë në proces për të punësuar, janë student shqiptaro-amerikan, të cilët studiojnë në universitetet ndryshme dhe presin nga sponsorët e tyre amerikan ose firmat amerikane që janë të interesuar për të punësuar, mund të prekin drejt për drejt interesat e tyre. E kuptova. Pra kjo fushë. Ndërsa në lidhje me bashkimet familjare, le të ndalojmë sparin tek pyetja juaj se çfarë duhet të bëjnë ata që kanë kartën jeshile ose me green card dhe se çfarë ka ndryshuar në raport me ta. Po. Në esencë ka ndryshuar vetëm verifikimi i zbatimit të kushteve që ata i nënshtrohen si qytetar të përhershëm të Shteteve të Bashkuara. Çfarë do të thotë kjo? Për ata qytetar që kanë green card, duhet që të zbatojnë kushtet që ka green carta për të qenë qytetar i përhershëm në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që ka të bëjë me prezencën fizike më shumë se sa gjysmë viti, se 180 ditë në Shtetet e Bashkuara fizikisht, në atë që quhet në qoftë se ju qëndroni më shumë se 6 muaj jashtë Shteteve të Bashkuara të Amerikës, atëherë ju duhet të provoni që nuk e keni braktisur qytetarinë e përhershme, pra rezidencën e përhershme në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe nëse pas një kohe të saktuar që është koha statutore, 5 vjet nga data që keni marrë green cardin, ju doni që të aplikoni për të naturalizuar, për të marrë shtetësinë, ju duhet të provoni që keni jetuar në Shtetet e Bashkuara më shumë se sa gjysma e kohës së 5 vjetëve. Dhe asnjëherë gjatë këtyre 5 vjetëve ju nuk duhet keni kaluar më shumë se 6 muaj jashtë Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Pse? Sepse në çdo kohë pastaj do të duhet që ju të provoni që gjatë periudhës që keni munguar për më shumë se 6 muaj, ju keni ruajtur lidhjet e përhershme me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku keni patur të afërm, ku nuk keni filluar punë jashtë Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ku keni karta krediti, ku e zhvilloni aktivitetin jetësor aty. Kjo ka qenë gjithmonë kështu në fakt. Eksakt. Por tani, në qoftë se më përpara, autoritetet e kontrollit kufitar, që janë autoritetin që ka diskrecionin, ka qenë më liberal në këtë, tashmë kanë udhëzime, sigurisht nga do me thënë, pse duhet të konsumohen këto green carta për njerëz të cilët praktikisht nuk e kanë bërë Shtetet e Bashkuara dheun e tyre. Pra kjo është një raport me atë. Pra kemi një zbatim rigoros të kushteve që kanë ekzistuar. Okej. Tani, një rast tjetër ka të bëj me përmendjen e Shqipërisë si një vend ku ata që vinë për emigracion konsumojnë ndihmat sociale. Çfarë ka ndryshuar në këtë mes? Dhe çfarë duhet të dinë teleshikuesit që janë në situata të ndryshme emigracioni? Atëherë, zoti Floqi, në këtë koncept kemi patur gjithmonë në bashkimin familjar është një kriter që dikush, pra, një sponsori ose ai njeri që i del për zot ardhjes tuaj në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duhet ketë dy kritere. Duhet ketë mundësinë për të paguar financiarisht qëndrimin tënd në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në rast nevoje. Pra nëse ju nuk nesër pas nesër, nëse do vini në Shtetet e Bashkuara të Amerikës me green card, pra si qytetari përhershëm,
dhe ju do keni nevojë për të prekur fondet publike, siç është Medicaidi, siç janë tollonat e ushqimit, apo fondet të tjera publike. Pra, si rregull, është sponsori ai që ju ka dalë për zot dhe si garant që ju nuk do t'i prekni këto fonde. Tani çfarë ka ndodhur? Deri më tani nuk është kontrolluar me rigorozitet ky element. Dhe ndoshta sipas statistikave të botuara nga presidenti Trump dhe autoritetet përkatëse, rezulton 42% e shqiptarëve që të kenë marrë në një formë ose një tjetër këto fonde publike. Pra, këta janë shqiptarët me green card, me leje qëndrimi. Po, jo, për këtë shqiptarët janë ndjerë keq. Për këtë kategori njerëzish. Për shembull, njerëz të cilët kanë ardhur me bashkim familjar, i kanë sjellë fëmijët, prindrit. Normalisht, do më thënë, mosha e vjetër, mbi 60, 65, 70, do më thënë, ata nuk janë një krah pune në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe në këtë kuptim, ndoshta kanë patur nevoja që të përdorin Medicaidin për operacione të ndryshme shëndetësore, për trajtime sëmundjesh apo të tjera me radhë. Pra, sa e saktë dhe mbi çfarë kritere është kjo listë apo është shqyrtuar kjo listë, të nuk di ta them. Kjo është tek autoritetet, pra vërtetësia, mekanizmi që kanë zbatuar autoritetet, nuk di të ta them se çfarë metodologjie kanë patur. Unë nuk mund të dyshoj tek shifrat cilat një qeveri serioze si qeverinë e Bashkuara të Amerikës.